Nga përleqje në plagosje, të miturit përfshien në një incident në Prizren. Dhuna mes të rinjve dhe përdorimi i armëve në konflikte po bëhen një dukuri gjithnjë më shqetësuese në vendin tonë. Një rast i tillë i rënd ka ndodhur mbrëmjen e 2 majit në fshatin Gjonaj të Prizrenit, ku një përleqje mes disa personave ka eskaluar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas informacioneve që posedon sinjali, pas një konflikti mes disa të miturve, situata ka dalë jashtë kontrollit, ku njëri prej tyre ka mbetur i plagosur në këmbë. Policia ka pranuar menjëherë informatën për të shtëna dhe ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka hasur një person me plagë në këmbën e majtë, në ngjuh dhe me gjakderdhje. Fillimisht i është dhënë ndihma e parë nga policia dhe më pas është transportuar me veturë policore deri te ekipi emergjent, i cili e ka dërguar në spital për trajtim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Në vend ngjarje hetuesit kanë gjetur dhe sekuestruar një gëzhoj, e cila pritet të ndihmojë në zbardhjen e rastit. Të dyshuarit janë paraqitur në stacion së bashku me prindërit, ku njëri prej tyre ka pasur lëndime të lehta dhe ka pranuar trajtim mjekësor. Të gjithë personat e përfshirë janë të mitur dhe janë intervistuar në lidhje me veprat penale, vrasje në tentativë dhe lëndim i lehtë trupor. Me urdhër të prokurorit, rasti është inicuar dhe i dyshuari kryesor është ndaluar për 24 orë, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.